këtu shumica, se ka dhe fytyra të reja që nuk i kam parë, po shumica janë bashkëluftarë për një kohë gjatë. Mirë po ndërkohë që juve bashkë me mua edhe me Etildën këtu, që dua ta falenderoj se ka pasur shumë rezistencë nga koha kur e ka filluar dhe më pas, njësia është rritur. Nuk është njësia që ka qenë. Ne duhet të forcojmë organizimin në mënyrë të qëndrueshme. Po të shtojmë forcën e grave prezente, do kemi më shumë sukses. Kjo është e sigurt. Gratë socialiste sidomos janë realisht shumë kur janë, nuk diskutohet. Dhe duhet ta mbyll me një falenderim jo formal fare, sinqerisht. Duhet ta falenderoj Etildën. Do ta shpjegoj falenderimin. Dua të dini që keni tek Etilda një person të jashtëzakonshëm. Dhe nuk besoj që keni nevojë për t'ju treguar se kush janë ata, por nuk duhet në vlerësuar asgjë. 83 mandate ne nuk na i fal askush. Ka vetëm një arsye të madhe pse ne i arrim edhe 83 mandate, sepse ne kemi parti. Ata s'kan parti, aty andej kanë marrë fund partit. Nuk ka parti atje që të mblidhen kështu, siç mblidhemi ne me kryetar organizatash, me organizata, ku kanë ata? Atje janë. Kjo është forcë e madhe që kemi dhe duhet ta përmirësojmë, duhet ta freskojmë, duhet ta motivojmë, sepse kjo është forca jonë. U është edhe ai ballisti aty, Alit Valteri. Kujtonte se kishte ika, thoshte nga partia, po ç'parti parti ike ti? Ike nga një hale atje. Edhe erdhe gjete parti këtu. Edhe nuk i ndahet më zemra nga Partia Socialiste, dhe ballistë është deri në fund. Po nuk i ndahet, marrë ca të tjerë, po ti marri pra, po ku të marri, këtë marri. Ne i presim të gjithë, mirë se të vinë. Jo më i duam të gjithë, jo s'ka që i doni, të gjithë i duam. Ne i duam të tërë të vinë këtu, në rregull jemi. Këto kisha unë, edhe herë. Faleminderit.